Përshëndetje të dashur miq, uroj të keni kaluar sa më bukur. Në këtë video do të ndajmë një mesazh në lidhje me kontrastin dhe do të shpjegojmë se pse është kaq i rëndësishëm ndonjëherë. Është e vërtetë, ne shpeshherë nuk duhet të krahasohemi me të tjerë, dhe në fakt jo shpeshherë, por asnjëherë, sepse të gjithë jemi unik dhe kemi ato preferencat tona, kemi ato veçoritë tona që na bëjnë unik. Nuk kemi pse ta krahasojmë as veten tonë dhe as rrugtimin tonë me të tjerët. Por, e parashtrova këtë që ju të mos ta kish kuptoni dhe ta lidhim kontrastin me faktin që e keni parasysh që ne nuk mund ta dallonim cila është e bardha dhe cila është e zeza nëse ne nuk i kishim këtë kontrast ndërmjet tyre. Pra dhe në kuptimin, ne nuk mund të dallonim një situatë të mirë nëse nuk ishte një situatë e keqe aty, që ne të mund të bënim këtë kontrastin dhe të shikonim që, për shembull, të diferenconim që për ne kjo gjë është e mirë dhe kjo gjë është e keqe. Sepse për dikë diçka që mund të jetë e mirë për dikë nuk është e mirë për dikë tjetër, diçka që mund të jetë e keqe për dikë nuk është e keqe për dikë tjetër. Prandaj kjo është thjesht një iluzion dhe është thjesht emërtimi që ne po i vendosim për hir të cilësimit, pra si një emër që t'i thrasim, sepse ndryshe s'kemi se si ta kuptojmë. Prandaj mos e merrni kaq të drejtë për drejtë, sepse nuk ka diçka si të mirë apo të keqe. Edhe nga vetë fakti që dy persona, vetëm dy, nuk mund ta cilësojnë diçka as të mirë as të keqe, sepse kjo varet nga eksperienca e tyre, pra varet nga eksperienca e gjithë secilit, nga preferenca e gjithë secilit, dhe nuk është se është, si thua, e prerë me thik apo e ndarë dhe vendosur pik, mbaroj që kjo është kështu. Por e bukura këtu qëndron në faktin që, sepse ju mund të pyesni veten, po për gjërat që për shembull shumica i konsideron si të mira dhe shumica i konsideron si të këqija. Atëherë, në këtë pjesë, në momentin që më shumë se sa 2 persona, 2-3 persona bien dakord me faktin që kjo gjë është e mirë dhe kjo gjë është e keqe, atëherë ky grupim, kjo energji bëhet më e fortë, më e fuqishme dhe prandaj shumica tentojnë që ta kategorizojnë tek pjesa e të mirës apo e të keqes. Sepse kjo energji është shumë e fortë dhe potente. Dhe është ndryshe kur del për shembull vetëm një person dhe thotë që unë mendoj që kjo gjë është e mirë dhe e drejtë, por është vetëm ky person. Këtu energjia nuk është kaq e fuqishme sa që e këtij vendimi dhe e këtij propozimi, sa që ti bëj të gjithë për shembull të tjerë të kthejnë mendimin e tyre. Ndoshta duhen disa persona të tjerë apo 2-3 apo më shumë të qëndrojnë besnik në synimin e tyre që të mos të bëhen pjesë e masës tjetër, që të vërtetohet që po, edhe kjo është e mirë. Kjo bëhet pra kur bëhet fjalë për gjëra që kanë të bëjnë në shkallë kolektive dhe në shkallë më të madhe, si për shembull për veprat e mira apo për veprat e këqija në shkallë kolektive. Kështu po e vendos që të mos përdorim këto konotacionet e tjera. Por në jetën tuaj, pra nga kjo shkallë kolektive, le të zbresim pakës tek jeta juaj. Gjërat që mund të konsiderohen si të mira dhe të këqija varet nga eksperienca juaj dhe është i rëndësishëm ky kontrasti, sepse në momentin që ju për shembull keni një ditë jo dhe aq të këndshme, kjo ditë kaloi dhe në ditën tjetër ju keni një ditë të mrekullueshme. Ky kontrast bën të mundur që ju ta shijoni këtë ditë dhe të mërziteni në këtë ditë. Po të mos ekzistonte ky kontrast, ju thjesht do të jetoni të gri gjithkohës. Pra çdo gjë do të ishte njësoj, çdo gjë nuk do të kishte as entuziazëm, as mërsi, nuk do të kishte as gëzim, as mërzi, pra nuk do të kishte as këto të gjitha emocionet që shkojnë nga spektri, për shembull frekuencë ulët që ne mund ta konsiderojmë si negative dhe frekuencë lartë që ne mund ta konsiderojmë si pozitive. Pra nuk do të ekzistonte kjo nëse ne do të ishim për shembull pa këtë kontrast dhe çdo gjë do të ishte gri. Sepse midis të bardhës dhe të zezës është gria, që është balanca. Dhe në fakt kjo është një gjendje që arrin, mund të themi ndoshta moshat e treta apo një moshë që nuk entuziazmohen shumë dhe as nuk mërziten shumë, por i marrin gjithë gjërat në jetë shumë qetësisht, në paqe, po ndodhi, po s'ndodhi, nuk ndodhi. Dhe kjo është një gjendje balance, pra që nuk ka kontrast, është ngjyra gri, po e konsiderojmë. Dhe këtë gjë njerëzit mund të arrijnë në fakt në çdo fazë të jetës, por më së shumti në moshën kur ata kanë kaluar për shembull gjatë jetën e tyre, kanë provuar gjëra, kanë provuar të jenë të mërzitur shumë, kanë provuar të jenë të lumtur shumë, dhe tani më duan thjesht të jetojnë në ngjyrën gri.
Dhe ndoshta kjo mund simbolizohet edhe me faktin që bëhet flokët ngjyrë me dhinja, pra si ngjyrë gri. Tani thjesht po e mendoj dhe kjo tregon maturitet emocional, balancë emocionale, e të tjerë, pa që thjesht është një energji maturimi në këtë moshë. Por kjo energji maturimi mund të arrihet edhe në mosha të tjera, absolutisht që po. Ka njerëz që për shembull mund të kenë patur një jetë shumë intensive gjatë fëmijërisë së tyre dhe edhe qoftë edhe në 30-tat e arrin këtë lloj balance, sepse janë të lodhur nga fakti që shkojnë gjërat shumë lart ose shumë poshtë, duan të jenë në gjendje paqe dhe balance. Gjithsesi, mesazhi dhe thelbi kryesor për këtu ishte që ndonjëherë ka disa njerëz që nuk e duan këtë kontrastin, pra dhe duan të jetojnë në këtë gjendje balance. Ka njerëz që duan kontrastin sepse nëpërmjet tij kuptojnë gjërat e bukura dhe gjërat jo dhe aq të këndshme, ose arrin të vlerësojnë sa shumë vlen kjo për mua. Duke vendosur kontrastin, e kam tani në jetën time, po sikur mos ta kem. Edhe kjo në vetvete e bën të mundur që ju të kuptoni se sa vlen kjo gjë që ju keni dhe ta vlerësoni këtu dhe tani, sepse ndoshta nesër mund të ngriheni dhe ju nuk e keni. Ndoshta është thjesht një hipotezë, nuk po them që ju ta mendoni e shumë sa ta manifestoni, por thjesht për një moment të shkurtër ta mendoni, sepse të gjitha mundësitë janë të mundshme. Për çdo zgjidhje që ne bëjmë, janë të gjitha mundësitë e mundshme, që ne të dalë mirë, keq, shumë mirë, të mërzitemi, të lumturohemi, të lodhemi, e shumë të tjera. Nuk është se ka vetëm dy, domethënë janë shumë mundësi të mundshme. Por ju mendoni këto të dyja, pra e kam tani, nëse unë nuk e kam, si do ndihesha? Dhe nëse vërtet kjo gjë ju bën të mërziteni kaq shumë, do të thotë që ka vlerë për ju. Prandaj e keni vlerësuar sa duhet kur ju e keni tani më? Se shpeshherë gjërat që vlen më shumë për ne janë ato që ne i nënvlerësojmë si thua më shumë. Dhe kur e kam kuptuar këtë, ishte vërtet si një ndryshim shumë i madh për mua, nuk e di arsyen sepse ndodh thash me vete, por thjesht dua që ta vendos veten në vendin që po sikur mos t'i kem këto gjëra, sepse sigurisht asgjë nuk është e përjetshme, mos u fiksoni me faktin që do jetë me mua për gjithnjë. Nuk i dihet se kur mund të largoj nga jeta juaj apo se sa mund të qëndroj. Ideja është që ju thjesht të bëni paqe me faktin që asgjë nuk është e përjetshme, madje as ju nuk jeni të përjetshëm, dhe domethënë ju në kuptimin trupi fizik, sepse ne jemi të përjetshëm në aspektin shpirtëror. Por thjesht për gjërat fizike, pra kjo bëhet fjalë për gjërat e prekshme, për njerëzit, për sendet, për gjërat e prekshme, sepse paqen tuaj nuk ja merr askush, është me ju gjithkohon. Nëse ju e keni fituar, është e juaja, apo lumturinë, pra gjërat që janë të brendshme dhe të paprekshme, por që janë me ju. Ndërsa gjërat e prekshme kanë një afat dhe nuk është se janë të përjetshme, kështu që nëse ju e vendosni veten në faktin që ndoshta edhe mund të mos ta kem, kjo ju bën të kuptoni vlerën dhe ta vlerësoni më shumë. Prandaj kontrasti ndonjëherë është i mirë, jo për ta patur gjithkohës dhe sepse nuk është aq jetë e lezetshme ndoshta. Për disa mund të jetë jeta me aventurë, jeta me shumë adrenalinë dhe okay, është e bukur kjo pjesë e adrenalinës, por kur bini poshtë pastaj, domethënë, ky është ai kompromisi. Doni këtë lloj lumturie, por do të përjetoni edhe këtë lloj uljeje. Nga ana tjetër, nëse ju jeni gjithkohës në balancë, sigurisht që ka ditë të bukura, sigurisht që ka momente të bukura, por nuk janë aq lart sa kjo pjesa e adrenalinës. Janë në një gjendje paqeje. Dhe këtu është momenti që ndoshta jeni mësuar me këto ulje ngritje dhe mund të duket sikur s'po ndodh asgjë, por në fakt është njësia më e bukur që mund të përjetoni. Varet se cili moment ju dëshironi dhe varet se çfarë personi jeni, doni adrenalinë apo doni paqe dhe balancë. Kjo është në dorën tuaj. Do doja shumë të dija opinionin tuaj në lidhje me këtë temë. A e keni vënë re kontrastin në jetën tuaj? Si e keni vënë re, në çfarë lloj situatash? Sigurisht mund të ndani opinionin tuaj lirshëm, sepse kjo që thash unë, ndoshta ju mund të mos ta merrni për të mirë qenë. Është thjesht një mesazh që mua më tregua dhe një informacion që unë kam kohë që e bluaj dhe që e shikoj në realitetin tim dhe që e vë në zbatim, sepse vërtet më ka ndihmuar të kuptoj vlerën e gjithçka që kam dhe më ka ndihmuar të kuptoj se sa shumë ndonjëherë vërtet, edhe duke ditur që i duam disa njerëz, po ne nënvlerësojmë shumë gjëra që kemi. Dhe ndoshta se kuptojmë ndonjëherë që ne kemi
shumë herë më shumë rreth e qark se sa ne, si thuash, ndonjëherë njeriu kërkon pafund dhe vetëm vazhdon kërkon. Por pa kuptuar, shikoni rreth e qark, sa gjëra të bukura ke rreth e qark, sa mirëqenie ke dhe sa shumë dashuri që ke, lumturi, mirëqenie në të gjitha drejtimet rreth e qark. Duke filluar që të bimët, po fakti që keni elektricitet, ujë, drita, po fakti që ju keni një telefon, sepse nëse po e shihni këtë video sigurisht që keni, dhe ju me të mund të keni si një librari në çdo kohë, në kohë reale aty për të kërkuar informacione. Nga ana tjetër mund të lidheni me njerëzit e zemrës në kohë reale, nëse janë larg jush. Nga ana tjetër mund të mund të rriteni, mund të zhvilloheni, mund të krijoni, mund të zgjeroni horizontet, e shumë të tjera. Po keni gjitha ato gjëra, për shembull çdo gjë që ju mund të keni bler, ajo kushton dhe mund të zëvendësohet me diçka që mund të këmbehet me diçka tjetër në po të njëjtën vlerë. Dhe e shikoni që çdo gjë ka vlerë. Nuk ka rëndësi, nuk është vetëm paraja ajo që ka vlerë apo diçka tjetër, nuk e di. Ndoshta suksesi, varet se çfarë mund të kërkoni ju në këto momente. Shikoni njerëz se çfarë keni përreth. Jeni mirënjohës për gjitha këto. Dhe kjo do të bëjë mundësh ju të vibroni më shumë në këtë energjinë e paqes, të mirëqenies, dhe ky është çelësi që tërheq ato që ju doni më pas. Sepse nuk mund ta tërhiqni duke menduar, "Oh, unë dua këtë, po nuk e kam, po dua ta kem tani, po gjëra të tilla", sepse kjo tregon që ju keni mungesë. Dhe ju do të rishni mungesë. Por kur ju ktheni vëmendjen tek fakti që sa gjëra të bukura keni, kjo tregon mirëqenie dhe ju të rishni mirëqenie. Shumë faleminderit. Ndoshta ky mesazh i fundit ishte për dikë prej jush që mund të ketë qenë deri në fund dhe jam shumë e lumtur për gjithë. Për të gjithë ju që i dëgjoni videot e mia, për gjithë ju pjesë e këtij komuniteti, dërgoj shumë bekime drejt jush dhe uroj shumë ta shijoni pranverën. Të jeni sa më të lumtur. Shihemi në videon tjetër dhe mirupafshim.